A e dini se dikur farmacistët i përgatisnin vet ilaçet? Po, para viteve 90, në Shqipëri shumë preparate mjekësore nuk vinin të gatshme nga fabrika gjigante farmaceutike. Ato përgatiteshin në laboratoret e farmacive. Në kohën e sistemit komunist të udhëhequr nga Enver Hoxha, importet isin të kufizuara, shumë barna mungonin, dhe farmacisti nuk ishte thjesht shitës, ishte përgatitës, kimist, specialist. Pomada për lëkurën, përzieshin aty, shurupet për fëmijë, përgatiteshin me formulë në laborator, pluhurat dhe kapsulat peshoheshin me gramatur të saktë në banak. Ilaçet shpesh bëheshin me receta galenike, sipas formulave klasike farmaceutike. Por lind pyetja që shumë e bëjnë sot: ishin më të forta mjekimet në diktaturë apo janë më të forta sot? Atëherë zgjedhja ishte e kufizuar, por përgatitja ishte e personalizuar. Farmacisti njihte pacientin, doza rregullohej sipas rastit. Sot, barnat prodhohen nga kompani ndërkombëtare me teknologji moderne, studime klinike dhe standarde strikte sigurie. Janë më të testuara, më të kontrolluara, më të sigurta apo jo? Por ndoshta ajo që ka ndryshuar nuk është vetëm forca e ilaçit, është mënyra si e përjetonim shërimin. Dikur kishte më pak alternativa, por më shumë kontakt njerëzor. Sot ka më shumë zgjedhje, por më pak personalizim. Pra, a e kujtoni atë kohë kur shkonit në farmaci dhe prisnit që ilaçi të përgatitej para syve tuaj? Dhe sipas jush, ishin mjekimet më të forta atëherë apo thjesht kujtimet tona janë më të forta sot?